Ska gjë afër. Se ne po ecim shpejt ne. Afër një me ndryshë çik ska. Përshëndetje, të nderuar pasadës veteranësh, pjesëtare të afërt familjeve të dëshmorëve, të nderuar qytetarë, i nderuar kryetari bashkisë Zoti Besion Ayazi dhe përfaqësues të pushtetit vendor, i nderuar në prefekt shoku Albert Ceci, e nderuar kryetare Komitetit Kombëtar të Laçit deri Kombit zonja Vera Tarifa, sekretari përgjithshëm i Komitetit Kombëtar Zoti Veli Myftari dhe Hysen Tabaku, kryetari Komisionit Kontroll Revizionit të Komitetit Kombëtar. Në atmosferën e gëzueshme të kësaj feste, edhe para këtij lapidari që ngrihet madhështor, ku janë skalitur emrat e dëshmorëve të atë dheut, përkujtojmë sot 18 gushtin e vitit 1943, ku 83 vite më parë, në 4 listë të Sulovës, afër kalasë së lashtë të Kodrionit në Tunj, u formua batalioni Vesh Sulov. Ky formacion luftarak, partizan, në ditën e formimit, kishte 119 luftëtar, me komandant Kadri Musaj dhe komisar politik Adem Krasniqi e më pas Kiqo Samara. Batalioni veproi në Vesh, Sulove, Tomoric,
në fshatin e parë, në shpatin e parë dhe të dytë, në Gorë dhe Opar, në Moglicë Skrapar, në qafën e Gjarprit dhe të Gurit të prerë, në Labinot e qafë Krab, ku spikati heroizmi partizan dhe ai popullor Gramsciot. Përballoi 2 operacione famkeqe gjermane, operacionin e dimrit 1943-44 dhe operacionin e qershorit 1944 dhe tregoi e sankcionoi se lançi ishte vetëm çlirimtare dhe se antifashizmi shqiptar ishte pjesë e antifashizmit botëror. Më 29 qershor 1944 u krye riorganizimi i batalionit partizan dhe komandantu caktua Kapo Lena dhe komisar politik Kadri Musaj. Me krijimin e brigadës 17 sulmuese në 26 shtator 1944 në Gjinar të Elbasanit, nga radhët e batalionit Versulov, u rreshtuan 270 partizan, të cilët luftuan me trimëri e heroizëm për çlirimin e vendit. Këto ngjarje historike madhore i solli shpirti atëtar i popullit tonë. Heroizmi i partizanëve dhe luftëtarëve të lirisë me gjakun e 28.000 dëshmorëve, ku bëjnë pjesë dhe 123 dëshmorët e atdheut bashkisë tonë. Me respekt e përkujtojmë historinë, qëndresën dhe kontributin e brezave që luftuan për atdhe. Kujtimi dhe sakrifica tyre do të mbeten gjithmonë pjesë e historisë tonë. Në emër të Komitetit Veteran Pasazh të bashkisë tonë ju uroj gëzuar festën e 83 vjetorit krijimit batalionit Versulov. Lavdi të përjetshme dëshmorëve të atdheut. Faleminderit. Veteranëve Pasazhit Lanç deri kombit, i nderuar sekretari i përgjithshëm shoku Vili Myftari, i nderuar në prefekt Albert Ceci, i nderuar shoqja Fiqe Bici, kryetare e Komitetit Veteranëve Pasazhit Kramsh, të nderuar përfaqësues të organizatës dëshmorëve dhe familjarëve, të nderuar këshilltar bashkiak, të nderuar pasardhës të veteranëve dhe familjeve të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të opozitës, të nderuar përfaqësues të policisë shtetit, të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur për të përkujtuar me respekt dhe mirënjohje 83 vjetorin e themelimit të batalionit Versulov, një ngjarje me rëndësi të veçantë në historinë e krajinës sonë dhe të luftës nacionale çlirimtare. Kjo ditë na sjell në kujtesë sakrificën, guximin dhe përkushtimin e atyre burrave dhe grave që në një kohë të vështirë zgjodhen të përballeshin me rrezikun dhe të kontribuonin për çlirimin e vendit. Sot përulemi me respekt përpara kujtimit të gjithë atyre që dhanë jetën dhe sakrifikuan për një Shqipëri të lirë. Kujtimi i tyre nuk është vetëm pjesë e historisë, por edhe një përgjegjësi për brezat që vijnë. Nderim dhe mirënjohje për dëshmorët dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë epope. Le ta përcjellim këtë histori brez pas brezi, sepse një popull që nderon të kaluarën e tij ndërton me më shumë dinjitet të ardhmen. Lavdi për jetë dëshmorëve të atdheut, nderim dhe lavdi për batalionin Versulov, Rovd Gramshi, Rovd Shqipëria. Ndesim, ne kemi ardhur sot këtu për të qenë këtu në festën tuaj me sekretarin e përgjithshëm shokun Vili Myftari, me kryetarin e komisionit dhe birin e zonës suaj shokun Hysen Tabaku, dhe ju falenderojmë për këtë aktivitet kaq të bukur që ka organizuar bashkia me kryetarin e saj, të cilin e përshëndesim. Përshëndesim gjithashtu edhe zëvendës prefektin dhe autoritetet e tjera. Sigurisht kemi në krye shoqen Fiqirete që ka këtë komitet shëmbullor këtu në Gramsh, dhe erdhëm që t'ju falenderojmë e të marrim pjesë në këto festime, në këtë organizim kaq të bukur që kemi bërë në bashkëpunim dhe të stimulojmë këto bashkëpunime të komitetive të veteranëve me bashkitë, me prefekturat, me komitet, me organet të tjera. Kështu që kjo është një ditë e shënuar e batalionit Versulov që u krijua 83 vjet përpara, dhe ne të shëndesim këto ngjarje dhe përulemi përpara dëshmorëve që dhanë jetën për çlirimin e vendit tonë. Lavdi dëshmorëve. Faleminderit.
Të mbaj unë, apo e mba veti. Hajde. Hajde se ti ati të rësim. Më mbana i. Hajde, mbaj të ta. Njena, i njenu.
Apo do drejtë në